Pavarësisht se kanë gjetur një konsensus të gjerë për planin e veprimit, opozita dhe mazhoranca janë përplasur për 12 kushtet që Bashkimi Evropian i ka vënë vendit tonë për të marrë statusin e kandidatit. Në Komisionin e Integrimit, ministra Majlinda Bregu ka raportuar për përparim në prioritetet që lidhen me reformën zgjedhore, parlamentare apo administratën publike, por ka kërkuar vullnet politik për plotësimin e prioriteteve që lidhen me luftën kundër korrupsionit, për të cilën mbetet domosdoshmëri heqja e imunitetit. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, vullneti i shprehur, i palëkundur dhe i pandryshueshëm i majorancës për të votuar kufizimin e imunitetit të deputetëve, me cilën do alternativë që opozita do të zgjedhë si të preferueshme, qëndron. Nuk ka gjë dorë deputeti dhe nuk vin notat e pakaluese në drejtim luftës kundër korrupsionit sepse s'vojë imuniteti të deputetëve. Unë parim jam dakord. Nuk duhet të fshihen pastaj, por duhet të bëjmë mos ta egzagerojmë. Këtë lloj mase. Por për opozitën, qeveria shqiptare jo vetëm nuk ka plotësuar listën e prioriteteve, por ka prezantuar në Bruksel të dhëna të pasakta, veçanërisht për luftën ndaj krimit. Deputeti Tauland Balla mori si shembull kapjen e 2 ton drogë në Kakome, ndërsa zyrtarëve në Bruksel sipas tij ju deklarua vetëm 130 kg drogë. Për sa i përket këtij 2 mujori që raportohet, mars-prill, ka një intensifikim të elementeve kriminale. Ka një mungesë theksuar në raportimin e çështjeve që lidhen me krimin dhe marrëdhënia jonë kontraktuale me Brukselin, e nderuar zoj, duhet të jetë e tillë që raportimi duhet të jetë i saktë. Shërbimi i kontrollit të brendshëm dhe drejtues lart policisë shtetit sot janë njerëz të lidhur me krimin organizuar. Ky raport që ju ka ardhur sot në komision, në kuptoj që ju politikisht do të lëvizni me lajmin më të fundit, është i datës 21 mars deri në 20 prill. Ky është raporti që është dërguar në Bruksel. Ajo çka ka ndodhur në Kakome me 6 shtetas të arrestuar është 25 prill. Pra ne në Bruksel nuk kemi treguar pasaktësi razgënjeshtra. Deputetët e opozitës në Komisionin e Integrimit paralajmëruan se do thërrasin për të raportuar për luftën ndaj krimit ministrin e Brendshëm Bujar Nishani.